Gratë pushtojnë kuvendin. 8 marsi e ka shndërruar Kuvendin e Republikës së Shqipërisë në foltoren e zërit të gruas nga të gjitha trevat shqiptare. Në këtë seancë të posaçme, fjalën e hapjes e ka mbajtur deputetja demokrate Mesila Doda, e cila ndërsa uroi të gjitha gratë dhe vajzat shqiptare për këtë ditë, u ndal edhe në atë që ajo i quajti lajm të mirë, amnistia e 35 grave të dënuara për vepra të lehta. Kemi vendosur të kishim një 8 mars ndryshe. Një 8 mars në të cilën salla e seancës plenare të Kuvendit të Shqipërisë të shndrohej në një sallë kuvendit të madh për problemet e gruas shqiptare në të gjitha trevat tona. Komisioni i ligjeve po përgatit amnistin për të burgosurit dhe do të ketë për herë të parë një vëmendje të veçantë për gratë e dënuara. Zëvendës kryeministria e Kosovës, Edita Tahiri, pasi vlerësoi këtë nisëm të ndërmarrë nga Aleanca e Grave Deputete, theksoi se ideali i çdo gruaje shqiptare është forcimi i kombit të saj. Një urim i veçantë sot që dua ta bëj me ju është iniciativa që e ka marrë në fakt Aleanca e Grave të Parlamentit të Shqipërisë dhe zonja Mesila Doda për të na bashkuar më në fund për të pa gratë shqiptare të cilat kanë arritur disa nga qëllimet tona. Ideali jonë për shekullin 21 është ideali i fuqizimit të kombit shqiptar. Urime dhe mesazhe nga foltoria e Kuvendit përcolli edhe ministra e Mbrojtjes Mimi Kodheli, e cila shpreh bindjen se gratë shqiptare do ta fitojnë betejën e të drejtave të tyre, ndërsa nuk hezitoi ta quajë këtë shekull të grave. Shumë kush e percepton këtë ditë si ditën e kërkesës, të tjera si të festës, dikush si të revoltës, me të drejtë, dhe disa si të mos harresës. Por të gjitha bashkë, pavarësisht nga këndvështrimi, e quajmë këtë ditë ditën e gruas. Ndërsa deputetja demokrate Majlinda Bregu uroi gratë shqiptare duke i ftuar të jenë të vërteta me njëra tjetrën, sepse vetëm kështu, tha Bregu, do të mund ta fitojnë betejën e vjetër të drejtave të tyre. Vetëm në rast do ta shohim të gjithë bashkë pjesën e të drejtave të grave dhe të luftës kundër dhunës si shkelje të drejtave njerëzore, atëherë ne mund të jemi më agresiv dhe të fitojmë një betejë që tashmë është e vjetër. Gjatë zhvillimit të kësaj seance, përpara se listë së kryeministrisë, Lidhja Demokratike e Gruas së bashku me shoqatën e grave të pushuara nga puna, zhvilluan një protest me moton kundër spastrimeve politike në administratë.